Zarfi i mërgjimtarit nis projektin e shtëpisë për të moshuarit. Një vend ku të moshuarit tanë do të ndjenë sërish të dashur, të kujtuar dhe të përfshirë në jetë. Ka njerëz që ne kujtojnë kush jemi, njerëz që ne kanë rritur, ne kanë mësuar dashurinë, sakrificën dhe mirësinë. Ata që sot janë të moshuar, por dikur ishin shtylla e çdo shtëpie. Sot, shumë prej tyre jetojnë vetëm, me kujtime të dikurshme, me shpresën se dikush do t'i kujtoj përsëri. Organizata humanitare Zarfi i mërgjimtarit po nis ëndrrën e madhe, të ndërtoj një shtëpi për të moshuarit, një vend grohtësie, kujdesi dhe dinjiteti. Një shtëpi që do të ketë gjithçka që u nevojitet për një jetë të qetë, të denjë dhe me kujdes të plot, me hyrje mikpritëse e recepcion informativ, një hall të gjerë pritjeje dhe qendrim ditor të brendshëm e të jashtëm për aktivitetet shoqërore e kulturore. Një kuzhinë moderne me kapacitet për 150 persona dhe sallë ngrenjeje të ngratë e të përbashkët, ku aroma e ushqimit do të përzihet me bisedat e ngrata të miqësisë. Brenda shtëpisë do të ketë dhoma të rehatshme me banjo e balkone. Hapësira për qiellse, ashensor e shkallë për qasje të lehtë. Me lidhje të drejt për drejt me spitalin e brendshëm, që përfshin emergjencë, dhoma vizitash mjekësore, dhoma trajtimi me injeksione e infuzione, dhomë fizioterapie, laborator bazik dhe farmaci të brendshme, gjithçka për kujdes të plotë shëndetësor. Do të ketë gjithashtu depo ushqimore, kthina teknike dhe një kopsht e park të gjerë me shëtitore, ku çdo mëngjes do të filloj me frymen e natyrës dhe paqes. Në katët e sipërme, një galeri me qendrim ditor dhe terasat të gjelbëruara për shëtitje. Hapësira për aktivitete, zyra administrative, dhoma për staf, lavanderi e dhomë për frizer, që çdo i moshuar të ndjet i pastër, i respektuar dhe i përkujdesur. Dhe në katin e fundit, dhoma pushim me pamje e dritë. Hapësirë ditore të brendshme, dhe një amfiteatër të hapur, vend ku do të rikthehet gëzime dhe kujtimet e bukura të jetës. Përveç të gjitha këtyre, shtëpia do të ketë edhe një fermë të vogël me lop, dele, pule e shtaz të tjera, ku të moshuarit do të kenë mundësi të kalojnë kohën, të kujdesen për kafshët, të mbjellin e të shijojnë punën e dorës së tyre.
Kjo fermë do të jetë një hapësirë gjallërie dhe shërimi shpirtëror, ku aktiviteti dhe natyra bashkohen për të sjellë gëzim e jetë të shëndetshme. Prej saj ushqimit do të vijë i pastër, bio dhe plot shije, ashtu si dikur me aromen e natyrës dhe kujdesin e duarve që punojnë me dashuri. Ky projekt nuk është vetëm një ndërtesë me mure dritare, është një amanet dashurie, një shenjë mirënjohje për ata që na dhanë gjithçka. Prindrit, gjyshrit, ata që dikur na përcollën me lot e bekim. Sot, shumë prej tyre janë vetëm, por me sy të plot shpresë, duke pritur që dikush t'i kujtoj. Dhe sot, ne, ju, mërgjimtarët tonë, jemi ata që mund t'a bëjnë ndryshimin. Me zemrën ëndën e atë dhe, ju keni ndërtuar jetë të reja larg vendlindjes, por dashuria për rënjet nuk shuhet kurrë. Kontributi juaj së do i vogël është një dritare që hapet, një krevat që ngrohet, një zemër që gjenë qetësi. Le ta ndërtojmë këtë shtëpi me duar dhe zemrat tona, për ata që dikur ndërtuan gjithçka për ne. Sepse, kur kujdesemi për të moshuarit tanë, ne kujdesemi për shpirtin tonë si komb. Prandaj, në emër të organizatës humanitare Zarfi i Mërgjimtarit, ju ftojmë të bëheni pjesë e këtij misioni të shenjtë, të ndërtojmë bashkë shtëpinë për të moshuarit, një strehë ngrohtësie, kujdesi dhe dashurie. Zarfi i Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhuro, ndërto me zemër.